Një ngjarje e rëndë të goditi kryeqytetin dhe komunitetin artistik të Kosovës, pas lajmit të dhimbshëm se dizajneri i njohur Festimi Sufi dyshohet se ka ndërruar jetë përmes vetvrasjes në banesën e tij në rrugën B në Prishtinë. Ngjarja e cila ka ndodhur mëngjesin e 9 majit ka lënë të tronditur jo vetëm familjarët dhe miqtë e tij të afërt, por edhe të gjithë ata që e kanë njohur përmes punës së tij në fushën e dizajnit dhe modës. Festimi Sufi, i njohur për krijimin e tij unik dhe për kushtimin ndaj artit, vlerësohej gjithësisht si një profesionist i jashtëzakonshëm dhe një njeri me shpirt të ndjeshëm e të dashur. Ai ishte ndërtuar një emër të fortë në skenën kreative kosovare, duke kontribuar në promovimin e modës dhe stilit në vend, si dhe duke ndikuar në edukimin e brezave të rinj me pasionin e tij për dizajnin. Pas lajmit të rënditës për herë të parë ka reaguar publikisht bashkëshortja e tij, Rina, e cila përmes një postimi prekës në rrjetet sociale Instagram ka ndarë dhimbjen e thellë që po përjeton. Në një Insta story, ajo ka publikuar një fotografi me festimin e shoqëruar me fjalët prekse: "Preu qet, jeta jem, humbja jote e papritur na kalon me dhimbje të papërshkrueshme. Të duhet të kujtoj si njeri të mirë, të buzëqeshur si ishe." Ky reagim i shkurtër por i ngarkuar me ndjenjë nga prekur zemrat e shumë ndjekësve të saj dhe të festimit, të cilët kanë shprehur shëllimet e tyre dhe kanë ndarë kujtime të përbashkëta me dizajnerin e ndjerë. Reagimi i Rinës është parë si një përpjekje për të shprehur dhimbjen që fjalët vështire përshkruajnë, ndërsa rrjeti është mbushur me mesazhe ngushëllimi dhe dedikimi për festimin. Kolegë, artist, figurat e njohura dhe ndjekës të shumt kanë kujtuar momente të veçanta me të, duke e përshkruar si një njeri që shpërndante dritë dhe pozitivitet kudo që shkonte. Në mesin e reagimeve shumë kanë ngritur pyetje mbi rëndësinë e kujdesit për shëndetin mendor dhe për krahas së ndërsjellët në momente të vështira. Rasti Festimi Sufit është një kujtesë e dhimbshme për sfidat e padukshme që njerëzit mund të bartin.